Kjo video është për një shoqja Zana që bën komente si të viqefi këtu në TikTok, në YouTube. Shoqja Zana, në qoftë se je në rolin e viktimës, në ankesë dhe ke problemet e tua shpirtërore, të kuptoj shumë mirë. Por unë nuk jam dhe nuk po gënjej as edhe një person dhe nuk jam zoti të nxjerr djalin tënd nga burgu. Në të njëjtën kohë, arxova 2 orë dhe nuk po anja dhe bukë dhe arxova nga koha ime personale që të përgjigjesha, të flisnja me ty, të dëgjonja historinë e jetës tënde. Të dashë të bësh diçka për të dalë nga gjendja që je, nga roli viktimës. Ato ushtrimet që mund të jap në të gjithë njerëzit që kanë bërë dhe ndryshimin e tyre. Përfshirë këtu edhe mua. E di shumë mirë që je në rolin e viktimës, ke dhimbje për gjendjen që je krijuar dhe je në një moshë të madhe dhe nga respekti për këtë, tu përgjigja pas një lloj pagese, pas një lloj interesi. Dhe ku ishte shpërblimi jot? Nuk të pëlqyen ato që të thash unë që të bënje, dhe unë nuk kam thënë në asnjë video, në asnjë person që unë jam zot, jam gjyqtar dhe mund të nxjerr dhe njerëzit nga burgu. Njerëzit janë në burg ose dhe ti vetë e dashura Zana, je në burgun tënd dhe po përjeton burgun tënd sepse për mua duhet të shikosh një çika të karmën tënde. Ku ke qenë dhunës? Dhe ku ke qenë rolin e viktimës që bën tani, dhe duhet të shikosh më tepër atë gjendjen tënde personale. Unë jam këtu shëruese terapike në anën psikologjike të ndihmoj me ushtrime të ndryshme dhe gjithashtu të ndihmoj ta gjesh çdo gjë në veten tënde. Dhe çfarëdo që ndodh në jetën tonë, këto janë këshillat e mia dhe praktikat që mund të bësh dhe të dash një praktik që të shënosh, të dalësh nga ajo gjendja viktimës dhe të thash të dalësh nga shtëpia, të ecësh, siç filloj dhe unë ec këtu për dita dhe bie dhe shi, ndaj e kam vënë këtë kapelen, që dhe po të shikosh, jam dhe me këmbë zbathur këtu në tokë, që të arrish dhe ec këtu në tokë, pavarësisht se bie shi, që të bëhem një me tokën dhe të liroj çdo gjë dhe çdo energji të marrën nga të tjerët. Që të arrit të përgjigjem në shumë njerëz, akoma dhe të bëj terapi private ose në grupe, unë duhet të liroj energjinë që marr nga ju dhe të marr energji nga toka. Dhe këto ushtrime të dashë dhe ty e dashur Zana. Kurse ty nuk të pëlqyen këto ushtrime që të ndihmonin, sepse ke rolin tënd, sepse do të jesh akoma në qarje, në viktim, në ankesë, dhe do një të shikoj një filxhan, sepse jemi mësuar ne në Shqipëri, të gjithë, pa përjashtim, pa ka shumë, që duam të bëjmë parashikim, të shikojmë filxhan, të shikojmë letra, të gënjejmë njëri tjetrin, ka shumë njerëz që marrin dhe lek që t'i gënjejnë. Unë nuk të kërkova për kohën që arxova. Për gjithçka që të dash as lek as gjë në të njëjtën kohë, sepse jam nënë, hyra në rolin tënd, në vendin tënd dhe ndaj të ndihmova dhe të thashë ku është shkaku dhe si mund të ndihmojmë. Dhe kam thënë, shikoni dhe videot e tjera. Unë nuk mund të ndihmoj as edhe një njeri pa përjashtim, në qoftë se personi nuk është gati të ndihmoj veten e tij. Sepse kur nuk je në gjendje të kuptosh pse të ndodhin këto dhe të jesh i gatshëm që t'i lirosh, nuk mund të ndihmoj as unë, as njeri, as Zoti. Zoti na dha diçka, na dha jetën të zbresim këtu në tokë dhe ta jetojmë ne si të duam. Jemi të lirë. Ne e bëjmë jetën tonë, ne e shkruajmë fatin tonë dhe shkruajtja është atje tek arta, siç kam thënë, dhe shikoj veten ti e dashur Zana, se je mamaja ime, dhe të gjithë ju njerëzit
në çfarë roli jeni dhe jeni në pozitivitet apo negativitet. Po e dëgjoni akoma dhe njerë, unë nuk jam këtu të nxjerr as edhe njëri nga burgu, as të bëj magji, të bashkoj personat duke ju gënjur, duke shkruar gjëra koti, as të bëj gjërat që nuk dua t'i bëj, sepse kam një karmë që duhet ta laj dhe nuk dua të bëj një karmë tjetër që të bëhem as fallxore. Ti u inatose kur kërkove të shikoj filxhan dhe të thash unë nuk shikoj filxhan. Qofse ke nevojë për filxhan, në Shqipëri ka shumë njerëz që shikojnë filxhan, ju gënjejnë, ju marrin dhe lek, ju sorollatin, edhe juve ju ikin ditë për ditë duke pritur, duke ju thënë që djali të dalë të bëj, djali të uroj të dali me gjithë shpirt dhe të thashë dërgoj dritat i djalit. Mendoje mirë, do më thënë ushtrimet që mund të mendoj, sepse di shumë mirë që kur je në një gjendje jo të mirë dhe kur e ndryshon atë akoma dhe duke lëvizur nga vendi tënd të vesh në vend tjetër, akoma dhe duke dalë në natyrë, po dhe duke përqafuar një pemë dhe t'ja thuash më mirë asaj pemës se sa ti jesh në qarje, në mizerje, t'ja u thuash të tjerve. Unë atë ditë nuk edhe po bukën po e hanja bashkë me ty duke t'u përgjigjur. Në rregull, kjo do të thotë që e bëra me dashuri dhe nuk jam pishman për këtë dhe jo vetëm ty, po ne kemi 24 orë në ditë. 8 orë kemi punë, 8 orë kemi për veten tonë dhe 8 orë gjumë. Unë në këtë momente për të ndihmuar shumë njerëz, pa mendoni sa persona jeni dhe në qoftë se çdo person më merr nga një orë, 8 orë dhe të mos paguam, sepse unë nuk kam ndonjë punë tjetër, kam këtë, as po gënjej njerëzit, as po marr lek, le të dalë një që i ka marr lek edhe e kam gënjur. Bilemi, ju them që nuk do filloni të punoni kur s'jeni gati të punoni. Në rregull. Dhe nuk jam këtu për të gënjur njerëzit, jo për juve, po për veten time, sepse nuk dua të bëj karmë. Dhe gjumin nuk po e bëj, kam 2-3 orë në gjumë, në ditë që përgjigjem në njerëzit, që ndihmoj dhe punoj dhe bëj shumë gjëra dhuratë dhe video që bëj dhuratë dhe akoma dhe kjo video është një terapi për të gjithë juve që duhet të kuptoni që kur s'jeni gati, jeni për një qëllim, sepse s'keni marrë mësimin e dur. Të falenderoj nga zemra, Zana, sepse dhe mua më dhe një mësim të mirë, që unë të respektoj veten time dhe bukën që ta ha të mos përgjigjem në njerëz, sepse njerëzit që nuk dinë të respektojnë, nuk do ta dinë. Dhe duhet më mësove akoma më tepër që unë të dua dhe të respektoj veten time, të respektoj atë çastin që unë buk me fëmijët e mi, me familjen time, dhe të mos e jap atë energjinë tek ty, dhe kur e more mirë, u more 1 orë me mua se donje të më bëj një kontroll dhe sepse jena atë rolin e kontrollit, edhe e the shumë mirë që atë djalin ti e fute në burg, shikoje këtë tjetër do të futesh në burg. Këtë tjetër do të kontrollosh dhe të keq trajtosh. Dhe në radhë të parë po keq trajton dhe veten tënde. Dhe në qoftë se shkrua në YouTube gjërat që njerëzit do që të thuash gjëra të këqija, thuaj sa të duash se unë nuk e kam problem fare, sepse nuk po dal në YouTube të mbledh njerëz si puna jote që kanë inat me veten. As nuk kam nevojë për shumë njerëz, sepse nuk dua as marr lek nga YouTube-et dhe nga ato të tjerat. I bëj video për të ndihmuar dhe marr nga koha ime. Dhe të gjithë ata njerëzit që kanë punuar me mua e din shumë mirë kush jam unë. Dhe të thash dhe atë ditë, mund të vish dhe njerë një javë në grupi që është falas që të ndihmojmë dhe me energjinë dhe me ta. Por nuk mora atë që donje. Dhe pyete vetëm kurse ke marrë atë që donje. Këtë do tjetër të sjellësh vërdall. Prandaj, ti atje, unë këtu, ti në fatin tënd, unë në fatin tim. Unë nuk mundem të bëhem begla jote. Dhe këtu ju them të gjithëve juve, shikoni
ku ju njerëzit ju keq trajtojnë dhe ju sillnin vërdall. Vini në vend të tyre.